Nënkryetari dhe deputeti i Partisë Demokratike Belind Kolliçi ka reaguar ndaj rritjes së çmimit të naftës në vend, duke akuzuar qeverinë se nuk ka ndërmarrë masa për të mbrojtur qytetarët nga shtrëngtimi i karburanteve. Kolliçi thekson se çmimi i naftës ka pësuar rritje të vazhdueshme, duke arritur në rreth 206 lekë për litër në pikat e shitjes me pakicë. Sipas tij, kjo rritje rëndon drejtpërdrejt buxhetin e familjeve shqiptare dhe sjell një efekt zinxhir në rritjen e çmimeve të produkteve të tjera të konsumit. Rritjet çmimi i naftës, më shumë shpenzime për qytetarët, më shumë përfitime për Edi Ramën. Çmimi i naftës po rritet çdo ditë dhe sot ka kushtuar rreth 2000 lekë litri në pikat e shitjes me pakicë. Sa më shumë rritet çmimi i naftës, aq më shumë rëndon në xhepin e qytetarëve shqiptar që kanë të ardhurat më të ulëta dhe fuqinë më të vogël blerëse në Europë. Kuptohet se kjo çon në rritjen zinxhir dhe të çmimeve të produkteve të tjera bazë. Por ka një njerëz që përfiton nga kjo situatë. Ai është Edi Rama. Sa më shumë rritet çmimi, aq më shumë para merr ai nga taksat e larta në karburant, shkruan Kolliçi. Ai kritikoi qeverinë për mungesën e masave subvencionuese gjatë periudhave të rritjes së çmimeve në tregjet ndërkombëtare, duke pretenduar se Shqipëria ishte ndër të paktat vende që nuk ndërhyri për të lehtësuar barrën financiare të qytetarëve. Herën e fundit që Edi Rama përdori paratë e buxhetit të shtetit, si të ishin të kasafortës së tij personale, ishin 4.2 milionë euro për një koncert privat të kthyer në anti-miting. Çmimi i naftës ishte 175 lekë për litër në mesin e muajit qershor. Gradualisht erdhi në rritje dhe sot jemi në 206 lekë për litër. Dhe para disa muajsh kur karburanti pati një rritje në nivel global për shkak të luftës në Iran, qeveria jon ishte e vetme në rajon dhe në kontinent që nuk mori masa subvencionuese për të ardhur në ndihmë qytetarëve që të mos ndikojë ekonomia dhe xhepi i tyre, shtoi Kolliçi. Më tej, Kolliçi u shpreh se nisur nga të ardhurat dhe fuqia blerëse, çmimi i naftës në Shqipëri është më i larti në kontinent, dhe kjo kryesisht nga taksat e larta që qeveria ka vendosur në 1 litër karburant, shkruan Kolliçi.